Vim tani me një tjetër recet, jemi përsëri në kuzhinë. Kemi pjekur ca patlıxhan, t'i gatuajmë, kemi thënë që receta me patlıxhan ka pafund janë të larmishme tani në sezon, plus që edhe perimet e tjera na japin një dorë, si të thuash, sepse janë të sezonit edhe na bëjnë më të lehtë zgjedhjen e recetave në kuzhinën tonë. Pasi kemi përfunduar me pastën, me mishpule dhe salcë kremoze të bardhë, cilën e largojmë më njanë. Ndoshta e vendosim këtu diku. E largojmë këtë. Kemi pjekur disa patlıxhan në feta gjatësore dhe do t'ju tregojmë tani me çfarë i përgatisim, ndërkohë unë do t'ju lexoj fillimisht përbërësit e recetës së patlıxhanëve. I vendosim në tryezë, t'i bashkojmë me përbërësit e tjerë. Kanë zier mirë edhe mishi, edhe makaronat janë shumë okej. Pra do të gatuajmë një tavë me patlıxhan dhe patate. Për këtë recet ju duhen, pra për një recet familjare të plotë, ju duhen 8 patlıxhan, 4 patate, një filxhan çaj vaj për skuqje, një lugë gjelle vaj ulliri, 3 qep, 4 thelpinj hudhër, gjysmë filxhan kafeje me stika pishe, 4 vezë, 2 lugë gjelle miell, një filxhan kafeje buk e grirë, gjysmë tufe koper dhe nenexhik, 100 gram djath i bardhë, krip, piper i zi. Pra, në titull të recetës duket si një recet normale tavës me patlıxhan dhe patate, po t'i lëshosh përbërësit më tutje, është një recet ndryshe nga që jemi mësuar ta shojmë, ta gatuajmë në kuzhinat tona. E ndjekim kështu hap pas hapi, gjithë procesin e punës. Fillimisht kemi pjekur patlıxhanët. Po të doni i skuqni, ose në të kundërt i piqni. Por, piqni pak që të jenë të buta, pra që të jepen enës, ose tavës ku unë të shtroj. Kam qepën, me pakës krip, i vë kapakun dhe merrem me patatet. Patatet e kam qëruar direkt tani, sepse nuk doja që të më krijonte të shtresën kafe të lehtë. Nga oksidimi, si bje. Po, është ajo pjesa e një shtes amidoni. Në copë dhe përveç patates, do përdorim edhe vezë. Ja, pra i pres në kubik të vegjël. Gjë që nuk lë shumë qepën që të bëhet, sepse kërkon që edhe patatja kërkon kohën e vetë. Opa. I përzjej i vë sërisht kapakun. Lë një pecet poshtë që mos ketë mundësi të rëshqas. Vezët janë të Vezët janë ovital. Okej. I thyemi, i shpërbëjmë aty, që do jenë mes shtresave të direkt. I largojmë një pirun dhe fillojmë me një këngë. O Bili buku shtendve. Na ka munguar repertoriet në kuzhinë. O Bili bukri shpendve,
Ti në dimër pse s'këndon, aman aman, o bilbilo i bukri shpend vet. Ti në dimër pse s'këndon, ta na shikve mbushja shpirtin, aman, hiqja dertin që i mundon. A shik, janë të dashurit. Kjo reseta do dalë fantastikë, dhe mos kjo Por Tiranës t'i thoshin, edhe jo vetëm të dashurit, i thoshin a shik një djali, apo jo visi, një djali që ishte... A shivok, se di, a shik. Jo, e di mësë është Tiranës, e është Tiranës pura, e di që është... Pra, shkurt të sapi, është tamam, a shik. Shkurt. A shiku. Shikon, visi të ja shik. E nuk e tregojmë dot. I rahin vezët mirë dhe normalisht. Këta shikë dhe të gatuajnë me që këndove për... Çfarë thash në radhën e kaluar? Dashuria kalon në stomak edhe mbetet në zemër. Pra ato ashikët është. Pra ashikët. Pra ato është, pa. Si kësha dëgjuar me të drejtë ndonjëherë të... Unë jam fanse Fjalë që janë bashkangjitur djemve Tiranës. E gurës popullore, jam shumë fanse. Më pëlqejnë këngët e Tiranës jashtëmase. Nuk shoh sportin, por dikur e ndiqja shumë. Dikur kur ishte Tirana Partizani. Regjia po filloi me kërkesat tani. Patjetër. Këngën e Taksixiut kërkon. Atë nuk e di. Ajo më ka ikur. Siguroni që është këngë Tiranës. Donin e... Dale, i sekund, prit, sa t'jap edhe konjë qik. Skuadra e Tiranës, s'është si e partizonit. Skuadra e Tiranës, s'është si e partizonit. E ka e piqendrën, o mu ke vori bomit. E ka e piqendrën, mu ke vori bomit. O Tirana, Tirana është e jona. O Tirana, Tirana o kampionja. Da shi s'ka mo Tirana Partizani. Ma lumt, valaj, ma lumt. Tirana është e jona. Ishte skuadra, se zjeshin Partizani, Tirana, Dinamo. Dinamo vitët. Edhe Tirana që thoshin, Partizonit ishin anë nga vari bomit, Dinamo vitët, unë isha Dinamo vitët se kisha dajën sportistë Dinamos, ishim të ndarë në familje me 3 grupe. Ishte skuadra dhe kishte goxha kuptim, sens të qenit me... Ju kishit Skënderbeun, edhe Skënderbeu, basketbolli Skënderbeut ka qenë shumë i fuqishëm për femra. Dhe kanë nxjerrë goxha figura. Faqe bardha, bravo. Tani, u mbyll cikli këngës. Kalojmë te ora e gatimit. E hapur për festat e jesa. Për bashkëpunim. Shtoj kripën. E lë më njanë. Marë thelpit e hudrës. Muzika është terapi, si që është gatimi terapi, është dhe muzika terapi. E kam thënë që Moza Ahmeti e ka thënë diçka shumë këndshëm. Le të jetë si të jetë, puna me këngë ikën më shpejt. Unë jam njëri që këndoj shumë, po këndoj në shtëpi, këndoj në shtëpi, kaq. Kur bëj dush, kur bëj punët. Së shpejti si dhije, ku mund të këndosh. Edhe kur zihem, për shembull, e kam me tonalitetet të ndryshme. Si dhije, jo vetëm në shtëpi, zëri mund të dali dhe jashtë shtëpisë, si dhijet në të ardhme. Surpriza në shtator. Në pritje jemi të një këngë e pritjeje. Me këtë repertor, kaq vite, këtu në rezën tonë, diçka do prodhoj, diçka do dalit. Nuk do jetë thjesht kjo kluska në ajër, kjo këngët kështu a priori. Ja, nuk është shukot, ja, zë shkot. Tani jemi në... Për profesion! Do bëhesh këngëtare. Arni skenat, ikni të tjerët, zbi unë. Po jo me mortja, ja kështu. A ka që më të bukur se guzhina shiko. Pra, i dha shko mirë patateve të bëhen. Dhe qepa është transparente fare. është transparente, kam shtuar hudhrën, do të shtoj pak është fare piper dhe tani në montimin në tavë. Të lutem, niki pak majdanos. Opa, marë një pirun.
duke e ndihmu, jo, skuqa në vaj bimorë, një tuftë të plot bëm gati, edhe sikur. Shikoni këtu? Këndshëm. Nuk ka nevoj ku më shumë e ku më pak, mjafton që... Shof që janë të plota, nuk janë fare të holla, se ato fahen pastaj u përthithen lëngjet. Dhe ka të bëj shumë, temperatura, trashësia ku ne i presim, Pra dhe një kemi pjekur patlıgjanët, kemi kaurdisur qepën me patate të prera në kubik, kemi rahur 4 kokra vezë, kemi miell, kemi dhe galet, kemi dhe majdanoz. I shojmë tani edhe djathin. Të masën këtu. Djath. Nxehtësinë e unë nxehtësinë. Ja, këtu, opa. Qep, hudhra dhe patate. Tani. Pakës galet. Diferenca në këto grimcat e galetës e ndini gjatë shijes, po, përthith lëngjet dhe i jep një tekstur të mirë gatimit. Po të duam ta bëjmë më të rënd, e shtojmë djathin tek mbushja në të kundërt, e shtojmë jashtë. Këtu, opa, ja. Nuk lë asgjë që mua të më shkoj dëm. Opa! Në këtë tigan. Shtoj masën tjetër. Do kalojmë miellin aty apo të gjalbit, po. Ja, këtë këtu. Këtë këtu mund të ashtosh Niki tek makaronat. Zjeri këtu. Të vinë një aromë shumë e mirë. I shtova të gjalpin e mbetur për më shumë shkëlqim. Nuk bëj beshamel, shumë pak miell. Shumë pak miell. Zverdhje. Nxehtësinë. Ja kaq, pra një beshamel i mirëfillt, por një sa të kem mundësinë pjekje të miellit. Ja do të shtojmë edhe këtë pjesë dhe do kalojmë përsëri në reklama që të kthehemi pastaj me pjesën e fundit. Që masa të jetë pak me trash e vezës. Pra mos ta kaloja mielin direkt pa të lëshoj aromat, mos të jetë i bardh, i papjekur. Ta thërime, djathi. Djathi bardhi shkon shumë. Ta i lash këtu sipër. Shumë mirë me patlıgjanët edhe me majdanozin dhe në fund shtresën që bëm me miell, vezë dhe pak ujë. E ngjesh tani, e ngjesh dhe shtoj. Ja, këtë. Rishiheni më pas recetën edhe në YouTube. Në rrjetet sociale do jetë patjetër me foton për kace. Do ta vendosim për të vazhduar procesin e pjekjes në furr për disa minuta të tjera. E teksa tava do të piqet, ne do të rikthehemi më pas reklamave me recetën e tretë. Për çfarë vim pastaj? Vim për ndonjë ëmbëlsirë apo? Me miell mistri.
Hall me miell misri, kur të kthehemi nga publiciteti ju presim. Kjo është tava e përfunduar.